Thashe themet dhe spekulimet për personazhet që do të jenë pjesë e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, po shtohen çdo ditë më shumë në rrjetet sociale. Me afrimin e sezonit të ri, ndjekësit e programit janë gjithnjë e më të interesuar për të mësuar se cilët emra të njohur do të mbyllen këtë vit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pritja është e madhe, sidomos pas suksesit të edicioneve të mëparshme që kanë sjellë debat, romanca, përplasje dhe skena që janë kthyer në virale. Sipas asaj që është përfolur deri tani, sezoni i ri pritet të nisë rreth mesit të dhjetorit, edhe pse produksioni nuk ka dhënë asnjë konfirmim zyrtar, në media dhe portale kanë qarkulluar 7 emra që thuhet se janë pjesë e listës së banorëve të rinj. Bëhet fjalë për Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, këngëtaren Lore, Kleoniki Deliorgjin, Kostana Moravën, Rene Refon dhe Vitmar Bashën. Të gjithë këta janë personazhe me ndjekës, me eksperiencë në televizion, muzikë apo rrjete sociale, çka i bën të përshtatshëm për formatin. Ky publikim i mundshëm i emrave, edhe pse jo zyrtar, ka ndezur interesin e publikut, i cili ka nisur të komentojë që tani se cilat prej tyre mund të krijojnë aleanca, konflikte, skandale apo histori të reja brenda shtëpisë. Big Brother VIP ka treguar se përveç pjesëmarrjes, rëndësi të madhe ka dinamika që secili sjell, energjia dhe aftësia për të tërhequr vëmendjen. Nga ana tjetër, ende nuk është e qartë se kush do të jetë moderatori i edicionit të ri. Nuk është konfirmuar zyrtarisht nëse prezantimi do t'i besohet sërish Ledion Liços, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes në sezonin e fundit. Pavarësisht kësaj, një pjesë e madhe e publikut mendon se është e mundur që ai ta mbajë sërish rolin, pasi ka qenë tashmë i lidhur fort me formatin. Me gjithë këtë atmosferë pritjeje dhe kurreshtjeje, mbetet për t'u parë se cilët emra do të konfirmohen zyrtarisht dhe çfarë dinamike do të krijohet në këtë sezon të ri. Një gjë është e sigurt, çdo vit Big Brother VIP ka ditur të mbajë publikun para ekranit dhe pritshmëritë për edicionin e 5 janë më të larta se kurrë.